nuk e kam pavarësisht se ma përmendi emrin Porta Borsa, do t'i përgjigjem mbajtësit të çantës, sepse mendoj që e para, sa i përket agjensisë më të madhe në botë lajmeve Reuters, komunikoj çdo ditë me drejtuesin e zyrës së Reuters në Tiranë. Më ka shkruar vetë, i kam shkruar, nuk kam në vlerësimin tim, e drejta e fjalës është një drejtë e pa kushtëzuar, në vlerësimin tim në rastin e fjalë, i kam thënë, spostoj çik planin, mos e mbaj një vend, është gjë shumë e thjeshtë. Tani për mbajtësin e çantës, jo për çantën. Tani që ta dini të gjithë këtu, ky Agron Shehaj që vërtet, ky ka hall tjetër, s'ka lidhje fare me protestën. Ky s'ka lidhje fare me protestën. Halli i tij është djali i Xhaxhait Agim Shehaj, i cili është një ndër personat që ka manipuluar pronat atje, që është hetim. Ky vërtet për pronat e djalit Xhaxhait s'ka lidhje fare ky me s'ka. E di gjithë Vlora se sa hektar toka Agim Shehaj. Unë të sfidoj, ikim tani të dy, dalim nga salla dhe shkojmë Vlorë dhe sqarojmë Vlorën për problemet që ke ti dhe Agim Shehaj. Ty, këta këtu, o Agron, pusoti Porta Borsa, o Agron.